zemër të fushatës, edhe pse duket pak atipike, veçanërisht për shkak se ka një qasje të çuditshme qeveria në këto zgjedhje, edhe atë mitingun e vogël që bën shumë të vogël fare, dhe sigurisht kryeministri deri tani po takon vetëm njerëzit e vet dhe nuk po del në sy më sy me qytetarët apo gjumë me popullin, siç thoshte një pararendës i vet. Sidoqoftë, opozita duket se i ka karikuar mirë bateritë dhe është në terren në mënyrë të përditshme. Na duan në fakt të flasim me eksponentët e opozitës për të kuptuar megjithatë edhe pulsin e qytetarëve, por edhe ofertën e tyre politike. Sot kam një personazh shumë interesant, vjen nga listat e hapura, siç kemi ne qef dhe preferojmë në fakt të intervistojmë në këtë studio zonja dhe zotërinj votues dhe mos votues Mimoza Hajdarmadej është me ne. Mirëmëngjes zonja Hajdarmadej. Mirëmëngjes. Si jeni ju? Mirë, të fortë. Të fortë. Aktiv, në terren. Tani, ju luftoni për të rikthyer në kuvend, nuk është hera e parë për ju, apo jo? Është e vërtetë, unë kam pas një gjysmë mandati në fakt, mandat zëvendësues, kam përfaqësuar Tropojen në Kuvendin e Shqipërisë, kësaj radhe si banore e Tiranës prej 32 vitesh, jam në listat e hapura të Tiranës. Ishte zgjedhje, ishte mundësi, pse zgjedhët të kandidonit në Tiranë? Apo thjesht bënte sens? Në fakt bënte sens, do me thonë që mbas studimeve në 92-shin, kur unë përfundova shkollën nga 87 deri në 92-shin, pothuajse vetëm 2 vite jam kthyer në Tropoj dhe në 94-ën unë këtu e kam krijuar familjen, këtu kam karrierën time profesionale, angazhimin politik dhe së fundmi, edhe si antare e kryesisë Partisë Demokratike, vendosa që të jem aty te njësia 2 ku unë banoj. Te njësia 2, do të thotë që ju keni përballë ndoshta kaçën më problematike të Partisë Socialiste. 3 janë direkt për burg, 1 mund të shkojë çik më vonë. Është e vërtetë edhe goxha konkurrencë zonja Hajdarmadej. Shumë tragjikomike në fakt, se nuk dua ta them edhe çfarë i karakterizon, edhe me këtë lloj CV-je që ata kanë, dalin natën. Nuk kanë kurajo të lëvizin e të përballen apo të takojnë qytetarë, siç dalim ne nga mëngjesi në darkë, takohemi, diskutojmë, i pyesim hallet, problemet, si do zgjidhen, si është programi i Partisë Demokratike, nuk hasemi kërkund që do ndodhte normal në një vend normal edhe ekipet e forcave ndryshme politike. Frekuentonë të njëjtën lagje. Me ata nuk hasemi sepse na thonë që i ke natën si urith, si që janë mësuar. A janë më të rrezikshëm ashtu natën? Si që bën Alibaba me hajdutët e vetë. A janë më të rrezikshëm ashtu? Politikisht flas? Në qoftë se njerëzit tani, dhe nuk është se nuk janë të zgjuar, janë me halle, por janë të zgjuar. Ka nga ata që janë të trysnuar, ka nga ata që kuptohet për qoftë edhe për një rrogë minimale që mund ta marrin diku, edhe në privat, më besa nuk është se janë të trembur për të dalë, qoftë për të bërë foto me ne, ose edhe për të na bërë like në rrjetet sociale, janë të trembur, edhe ata që janë privat, pra kjo lloj të punësuarit në biznesin privat, deri aty shkon patronazhimi. Si do e shmangni këtë? Si do i përvi? Se ky është gjithë problemi të një vote lirë. Se kam përshtypjen e kemi të qartë gjithë që ne nuk e dim mirë si është në 8 vitet e fundit, ne nuk e dim çfarë mendojnë vërtet shqiptarët politikisht. Se kemi dot një panoramë të qartë, pavarësisht se është formuar qeveria, parlamenti, prap nuk e kemi një garanci që kështu mendojnë shqiptarët. Nuk e kemi një panoramë sepse 1 milion shqiptar, gati 1 milion shqiptar që kanë ikur, është reflektimi i parë, është mendimi që ne e kuptojmë me njëherë çfarë kanë menduar ata që kanë ikur. Pra, nuk kanë qenë akt rebelimi sepse mungesë shpresës, të larguar nga puna, të nëpërkëmbur apo të depersonalizuar kundrejt një niveli ekonomik të tillë që kanë familje shqiptare, kanë gjetur rrugën e largimit. Ata që kanë mbetur këtu janë pothuajse tashmë të revoltuar. Unë e besoj fort, sepse nga takimet që bëjmë, kjo është mjaft është mjaft.
unë personalisht, për shumë, kur dalë qoftë edhe në ambientet hapura apo në takime me qytetarët, pyetja e parë është, unë nuk ju them do më votoni mua, pavarësisht që ju dorëzoj një program të Partisë Demokratike, sidomos paketën e dëmshërisë, me pikat e saj, ose atë flet palosjen time si kandidate kush jam unë, por pyetja e parë është, do ta ndryshojmë, do të na mbështesni, para fjala e parë, do ta ndryshojmë, menjëherë ti e merr feedbackun. Duhet patjetër, kur do ta ndryshojmë dhe duhet ndryshojmë. Kështu që nuk ka nevojë fare të futesh më thellë, vetëm fjala e parë, kësaj radhe duhet ndryshim, sepse njerëzve ju ka shkuar aty ku nuk mban më. Dhe nuk e themi, e prezantojmë Flavio paketën e dëmshërisë, që unë e them nuk është një lloj mëshire që Partia Demokratike premton kur të vinë pushtet, është thjesht ti nxjerrësh, ti japësh personalitet një kategorie njerëzish që kanë prekur varfërinë ekstreme. Kështu që, por kjo është një kategori, dhe është një kategori goxha po ta marrim në numër, sepse në këtë vend të zhdukur shtresa e mesme, ka polaritet aq të madh, por edhe kur shkojmë te biznesi. Edhe po sulmohet, kanë ndërmarrë edhe veprime tjera për ta taksuar, sidomos këta që kanë dhënë shtëpitë, dhomë, jo shtëpitë, po dhomë me qira, dhe ata do taksohen, që taksohen njëherë nga Airbnb-a, taksohen njëherë nga atje edhe një tjetër. Kjo ka qenë filozofia e tyre qeverisë, pra taksat e larta për të mbushur një ark që nuk shpërndahet përsëri tek qytetarët, se ne ka vende të zhvilluara që i kanë taksat e larta, se këtë na përmendin, i thot del kryeministri, Suedia, Franca. Del kryeministri thot mos shko dikujt të punosh atje, se atje janë taksat kaq, ti të paguash kaq, shikoj se atje merr shërbime, atje është jetesa, për taksat janë të përkthyera në komoditetin, në arsim, në shëndetësi, në infrastrukturë, në lehtësi. Këtu, sa po hap derën e shtëpisë, të kap stresi sa del në rrugë. Unë kisha stres, a do arrin kohë për te ju. Pra, mes Tirane, trafik, rrugë pa rrugë, kryqëzime, dalje, do të thënë, gjithçka këtu fillon hap syt, fillon stresi. Një pyetje për kundërshtarët tuaj, se tani që përmendët trafikun, nëse përmend trafikun më ne shkon te Erion Velia. Do Erion Qelia. Aty është i shkreti, pra ndjek besoj në këtë mëngjes, e përshëndesim. Çështja është elektoralisht si mendoni se ndikon? Duket se ka një përpjekje të madhe nga ana mazhorancës për ta shmangur si temë. Si mendoni, veçanërisht te njësia 2 ka shumë miq të afërt të zotit Veliaj, si mendoni se ndikon burgosja e tij? E çan votën e majt, e çan strukturën e majt? Absolutisht që po, absolutisht. Ne kur them takojmë, ne nuk i ndajmë, ne nuk i dallojmë, nuk i njohim me njëherë qytetarët çfarë prirjesh kanë. Pra takojmë të djathtë, takojmë të majt, takojmë të pa orientuar, pa parti që po presin se ku ta hedhin votën. Ka shumë të majt që janë të zhgënjur, ka shumë të majt që thonë ne kësaj radhe do votojmë për ndryshimin, sepse nuk është vetëm Erion Velia, është koncepti Veliaj, është koncepti i një drejtimi që duhet ishte për qytetarët, i një drejtimi të një bashkie metropol si që është Tirana, vetëm me 5 drejtora, me PSD, me një kast, me një grup njerëzish që kanë shqyr çdo gjë, kanë vjedhur taksat e qytetarëve. Të mburresh për 1 milion pemë dhe akoma në për gjithë pallatet të ushtojnë jo më generatorët, por të ushtojnë pompat, apo të kemi akoma në për si dekorim në gjithë çatit e pallateve buliera. Pra, ti që sa po erdhe, rritet çmimin e ujit me preteksin që do keni ujë të rrjedhshëm, ujë të pishëm, sepse përveç asaj nuk e kemi dot as të pishëm. Pra, qytetarët i bëjnë llogarit, sa paguajnë për ujin në faturën e ujit. Mbas kësaj, çfarë ndodh me ato ujë? Ty të duhet ke koston e energjisë për të pas furnizim me ujë në banesë, me pompën, me blerjen, se ai uji është vetëm për të larë,
sepse për të konsumuar ne do duhem ta blejmë të gjithë, e blejmë ujin e pishëm, sepse si jemi të sigurt. Kështu që nëse ka bler dhe Velia e ujin e pishëm, se ka një deklaratë famshme, po iki se do blej çikuj. Tani ai me drejtorët e vet apo me një bashki që tani ngjan vetëm si dekoracion një godin aty, sepse brenda janë të gjithë të trembur, nuk dalin më siç kanë pas dalë tek njerëzit për të marrë votën e për ta trysnu votën, sepse janë gjithë në përgjim, janë gjithë në SPAK. Edhe ata që janë te Rioni janë në SPAK, kështu që përveç asaj të keqe që i kanë bërë qytetarëve, janë edhe të pamundur për të shtru, për shku qosheve, për të bërë atë jo ndriçimin, jo asfaltin elektoral, apo për të bëjnë ndihmën sociale, apo për të bërë show te pazari filan, për produktet që vetëm produkte bujqësore, produktet nga fshatarët janë. Kanë ca kohë pa rraf plaga që shesin kështu majdanos. Dolon i kam parë, kam rastisur në kombinat të tregu që erdhën, zbritën kështu si bashkipozuk me atë makinën e policisë bashkiake, edhe të merrnin një thes me plaçka që një zonjë kishte dalë për të shit rrobat përdorura. E kapën dëngun. Kush e voton Moza Hajdarmatën? E keni një profil të votuesit tuaj? E identifikoni apo si funksionon profilizimi i votuesit? Se kam përshtypjen duhet të jetë goxha konkurrencë e egër brenda një liste të hapur aq të madhe dhe sigurisht aq të ngjyrosur. Unë mendoj që gratë, nënat, familjaret që i takojmë edhe janë ato që përballen, që shofin qa shtrojnë në truezat e tyre për fëmijët, për familjen në vaktet e ditës, janë ato që janë të trembura kur i nisin fëmijët për shkollë, se si do shkoj deri në shkollë, apo se si do kthehet, apo si e ka ambientin aty shoqëror, apo të stafit pedagogjik, apo çfarë lloj arsimi po merr. Janë ato që shkojnë për të marrë një shërbim në ambulanca apo në spitale, që vetëm Tirana është paradoks, që nuk e kisha menduar kështu kur e analizoj tani, është era parë se ne shkojmë te urgjenca edhe themi okay, te urgjenca atë arritëm mbarum punë. Por ajo është për gjithë Shqipërinë. Tirana nuk ka një spital të vetin, rajonal, për Tiranën, që të shkosh të marrë shërbimin pas gjithat tyre taksave që ti paguan për shërbimin shëndetësor, nuk e merr dot, sepse aty është një katraur. Për gjithë ata qytetarë... Se pediatria është një ta gjë... Për gjithë ata qytetarë që paguajnë taksa në këtë qytet dhe nuk marrin asnjë lloj shërbimi mbrapsht. Paguajmë për televizionin, paguajmë për arsimin, akoma janë... Çfarë paguajmë po? Të gjitha këto. Dhe në fundit edhe për ato familje që kur trokasim, aty ka vetëm pleq tashmë, sepse fëmijët e tyre kanë zgjedhur të ndërtojnë jetën në një shtet tjetër dhe lidhen vetëm me internet, me niprit dhe me bezë. Njësia 2 është lagje e vjetër, duhet të ketë banor të vjetër aty, nuk është se është lagje... Është e përzierë dhe përveç asaj ka dhe shumë të ardhur, po them ndër vite, se është një lagje që është zona që kanë ardhur dhe në kohën e regjimit, që vinin nga rrethet tjera me profil ushtarak apo me profile ndryshme, është dhe kjo pjesa të ardhurve në vitet lagja ku unë panoj, për shumë kam edhe Tropojan, kam edhe Dibran, kam Kuksian, kam Skraparli më lartë, kështu që të ardhurit e këtyre viteve tranzicionit, që në vërtet si të gjithë kur zhvendosemi emigrim apo migrim, vim për një jetë më të mirë, ku kanë ardhur, por nuk e kanë gjetur dhe nuk po e gjejnë dot veten, sepse mungon shërbimi
lokal, le të themi, i bashkisë, por edhe i qeverisë në këto 12 vite. Kam nevojë për 2 skenare, zonja Hajdarmataj. Ju jeni në parlament. Skenari i parë jeni deputete e mazhorancës, skenari i dytë jeni deputete e opozitës. Si është marrëdhënia juaj me anën tjetër të korridorit? Si deputete e mazhorancës, si do vepronin dhe socialistëve, se më duket sikur ka një kërkesë për... E rëndë është ta thuash, po njerëzit sikur duan një hakmarrje të lishme, pra një që të mbajnë përgjegjësi. Shiko, ti jesh i drejt, transparent, nuk do të thot hakmarrje, dhe e them në kuptimin që të marrin dëshkimin të gjithë ata që kanë futur duart në taksat e shqiptarëve, të gjithë ata që duke pasur një detyrë apo një pushtet karrige kanë abuzuar, nuk është hakmarrje. Pra nuk ka pse trembet as një socialist i ndershëm, nuk ka pse trembet as një punonjës administrate që ka bërë detyrën brenda kornizës çka ka kërkuar detyra, pa bërë patronazhimin, pa e miksuar atë, se ne kemi parë raste në këto vite të çuditshme që një X staf, le të themi, ka qenë një lajm nga Akshi, u kap me hashash duke kaluar kufirin, pra se ajo drejtoresha që ishte gjithashtu trafikant. Ato pastaj rastet e korrupsionit, patjetër që kanë përqen rastet që do ndëshkohen dhe nuk janë hakmarrje, por është fiks që qytetarët ta kuptojnë që Partia Demokratike vjen në pushtet për të luftuar korrupsionin dhe për ndëshkuar çdo që ka ta ndisur vendin deri aty sa ne të detyrohemi që në 100 ditë e para të kemi një ndërhyrje urgjente për një pakete të dhëmshurisë, siç është minimumi etik. Që në fakt do sjellin ndryshime. Do sjellin ndryshim sepse njerëzit janë me 80.000 lekë. Nuk e kam këtë 200 që do ndryshoj komplet strukturën ekonomike, nëse më në fund kemi minimumin etik të përcaktuar me ligj që është një nga përpjekjet më të forta të kryeministit. Është gjëja e bëshme, e kalkulueshme, edhe unë që kam qenë pjesë edhe më përpara administratës 2005-2013 Partisë Demokratike, kur diskutojmë me qytetarët që janë edhe po abohen, ju them, Partia Demokratike ka dhënë prova. Ka qenë gjithmonë për taksat ulta, janë rritur pagat, pra ne kemi provuar që ato që i kemi thënë gjatë fushatës, i kemi mbajtur dhe është e bëshme. Është programi më i mirë i këtyre 30 viteve. Është programi dhe ne kemi shumë të thjesht ta shpjegojmë, se nga njëherë edhe programet kur koklavite një çik njerëz qytetarët janë të lodhur sa duan vetëm kalkulimin shkurt. Xhepin direkt. Po xhepi se do t'i thuash e ke 9.5 çmimin e energjisë, do të shkojë 7 lekë. Sot e kemi karburantin 1.8 më të lartë se Kosova, se Maqedonia. I ke gjithë gjysma e Shqipërisë nga Tirana, kur ju bie rruga shkojnë e furnizohen në Maqedoni, ne nga kur lëvizim Kosovë furnizohemi në Kosovë sepse shpëtojmë ca lekë. Kjo është llogaria. Kur të ulet çmimi i naftës, ka qenë një humor që kur u rrit çmimi i naftës, u rrit edhe çmimi i qumshtit, edhe gjithë thoshin çfarë lidhje ka qumshti me naftën, por duke ulur çmimin e energjisë, duke ulur çmimin e naftës, e gjithë ekonomia çlirohet dhe merr frym. Dhe ne në familjet tona i bëjmë kalkulimet. Kaq lek do më ngelen nga fatura e dritave në muaj. Kaq e kishe 80.000 lekë, 100.000 lekë, 120.000 lekë pensionin, do të bëhet me njëherë 200 euro. Automatikisht. Një ndihmë sociale qesharake që dikush e ka 30.000 lekë, dikush 40.000 lekë, dikush 80.000 lekë. I preferuar im që kam dëgjuar në këtë emision. Dhe ç'është më e dhimbshme është që ti thua, shiko se ti ke televizor dhe nuk do takon 80.000 lekë, po do ta japim 40.000 lekë. Diku një telefonues ma ka vërtetuar, ka ndërhyrë në emision dhe e kishte 12.000 lekë vjetra. Në Elbasan, 12.000 lekë. Ma kanë thonë edhe mua, edhe biles një... Madje për tonë, ajo arktarja në herë për tonë bëj letra dhe jep nga xhepi. Na meri dhe vazhdo vllai që mos rrim të vënuemi këtu me letra. Mua më zhduk paradoksale, po një
që ishte kthyer vetëm për pak për të vizituar prindrit, tha, më thot i me më, do shkoj të dorëzoj letrat dhe i takoj 12.000 lekë. I thash, po për kaq pse po e bën? Jo, se më vjen natë pse ta le. Domethënë, kjo është të tallesh me njerëzit, kjo është të depersonalizosh dhe minimumi etik është jemi 2025, jemi 34 vite. Europa, do bëjmë Europë. Dhe të projektosh, ti tundësh shqiptarëve një pasaport blu të Bashkimit Evropian dhe ti japësh këtë lloj standardi, është tallje, fyrje, kriminale dhe duhet ta marrë atë në përshkim në një. Zonja Hajdar Matej, një pyetje jashtë, nuk e di sa jashtë politikës është kjo, po ndoshta s'është fare. Pse dallojnë kaq shumë gratë në PD me gratë në PS, veçanërisht në këtë fushat? Ju në kampin blu keni një krejt profil tjetër, krejt sjellje tjetër, edhe kur flisni për kandidatin tuaj për kryeministër më të esëllta, më të përmbajtura, që do duhet ndoshta ta pomponit dhe promovonit më shumë, ndërsa shohim ekipin që mos them gjëra kështu. Shikon, në fakt nuk më takon që si grua të anatemoj ose të shprehem për gra tjera, qoftë edhe kolege, por si nën, si bie këtij vendi, unë do doja që t'ju bëj thirrje dhe të them mjaft, sepse është e dhimbshme të dalësh para familjarëve me atë lloj profili, me atë lloj stature, me atë lloj qoftë në veshje, qoftë në luksin që ato prezantojnë, qoftë në adhurimin ndaj një figure që është bullizuesi më i madh i grave. Dhe pastaj duhet të shkoj tek lidhja e zinxhirit të tyre të korrupsionit pastaj, sepse kjo do provohet edhe nga drejtësia. Tash 10.000 euro për fla makinën Bela është. Nuk mund të jetë një grua ministre arsimi dhe ti duket trendi e ulur me xhinse në shkallët e kur të fillon të viti shkollor, në shkallët e universitetit, për të bërë propagandë, se kjo është për të shplarë trurin e qytetarëve, ndërkohë që në shkollën Fanoli vdiqin fëmijë. Pa përtej kësaj, në lajme të tjera, drejtori i shkollës, pjesë e grupit shpërndarjes së Shashit. Këto janë kusht, kjo është gjëja më skandaloze, por të kesh statistik, mungesa vit pas viti, mungesa regjistrimesh qysh në shkollë të mesme, në shkollat e larta, sepse familje po shkputen, po shpërngulen me gjithë fëmijët e tyre. Kjo është kriminale. Ju flisni për Ogertën si ministre arsimi, mua nëse ka një gjë që ma kall datën të Ogerta, është Ogerta ministre shëndetësie, shumë e frikshme. Shëndetësia, 20.000 vdekur për 6 muaj, Ogerta është aty me ato të Hitlerit, si shifra. Kjo është që vërtet ka një lloj, është botërore kjo, që të thua është ja për shanset barabarta, të kemi shumë gra në vendimarrje dhe për fasad Edi Rama e ka mbushur kabinetin me zonja, me gra, por sektorët që ato kanë drejtuar janë sektorët më të dështuar. Dhe korrupsioni i kësaj qeverie ka qenë më i lartë në këto sektor. Të gjitha PPP-t që janë dhënë janë nga duart e këtyre grave. A i ka pyetur, apo i ka vendosur vetë aty. As një grua që merr përsipër të marrë një post publik, të kujdeset për ata që përfaqëson, nuk duhet jetë kukull, nuk duhet jetë fasad, le më të bëhet pjesë edhe krimit. Le të përkrahen barazinë gjinore dhe pavarësisht se është grua ta konsiderojmë hajdut. Jo hajdut, thesh hajdut. Absolutisht, pa dallim gjinie. Siç duket Alibaba është përkthyer jo vetëm me 40 hajdut, po i ka gjysmat hajdute dhe hajdut. E qartë, zonja Hajdar Matej, keni 30 sekonda për mesazhin tuaj ndaj publikut, votuesve, elektoratit tuaj, nuk e dini kujt do ja adresoni, mund të thoni ç'të doni në këto 30 sekonda të ardhshme. Unë do ftoja çdo banor të Tiranës, qoftë i qendrës apo i periferisë.
qoftë pensionist, apo i ri, apo gra, edhe ato shtëpiaket, edhe ato që kanë një profesion dhe punojnë apo nuk janë punë, edhe emigrantët që tashmë për herë të parë i është dhënë shansi historik për të votuar dhe për të ndryshuar qeverinë dhe qeverisja në Shqipëri. Shfrytëzojeni këtë moment, shkoni te kutia e votimit me 11 maj, zgjidhni numri 1 Partinë Demokratike, zgjidhni çdo kandidat që ju përfaqëson më së miri për ta ndryshuar këtë vend, sepse menjëherë Partia Demokratike ka gati programin e saj më të mirë dhe programi është ky. 200 euro minimumi jetik, për herë të parë, menjëherë në 100 ditë e parat do bëhet realitet. Nuk do ketë më pensione nën 200 euro, nuk do ketë pag më të ullët se 500 euro, paga minimale do shkoj 1200 euro, do ullet energjia në 7 lek, do ullet karburanti dhe shumë e shumë reformat të tjera që Partia Demokratike i ka në programin e saj dhe do t'i bëj realitet me njëherë. Fermerët janë prioritet, infrastruktura është prioritet, ta ndryshojmë Shqipërinë, ta bëjmë ato të jetueshme për ne që jemi këtu dhe për ju që duhet ktheheni edhe një herë në tokën tuaj, pranë familjeve tuaja, aty ku jemi ne pronar dhe nuk është qeveria. Faleminderit zonja Hajdar Mataj, ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.